Sot do të përgatisim një menü të plot për një drekë të shpejt, e cila nuk ju merr më shumë se 30 minuta për të gatuar. Dhe pasi po them menü të plot, e kam fjalën edhe për një çorbë ose një supë, pjatën kryesore dhe pjatën shtesë me cilën do ta shoqërojmë. Të parën do të vazhdojmë që ta përgatisim çorbën. Një nga çorbat e mia të preferuara është edhe merxhimek çorba. Vazhdojmë tani në një tenxhere të shtojmë të gjitha produktet që na nevojiten. Të parën, në një tenxhere do të shtojmë gjysmë qepe të prerë në copëza më të mëdha. Në një pjatë tjetër kam shtuar një patate dhe 2 karrota të prera imët, i shtojmë edhe ato në tenxhere. Thjerëzat e kuqe, një gotë çaji, i kam pastruar mirë me ujë disa herë derisa uji ka dalë i kulluar. I shtojmë edhe ato në tenxhere. Tani në tenxhere do të shtojmë edhe një lugë gjelle me pastë domate. Unë po përdor nga këto pasta që janë më të trasha. Në këtë çorbë unë preferoj që shtoj edhe nenexhik ose mint të thatë. Shtojmë edhe kryp sipas shijes. Shtojmë edhe piper të kuq, një lugë të mesme. I hedhim sipër 2 deri në 3 lugë gjelle me vaj ulliri. Vazhdojmë tani brenda të shtojmë 1 litër me ujë. Përzijem mirë tani derisa të sigurohemi që pasta e domateve është shkrirë tek çorba. E mbulojmë sipër me kapak dhe e ziejmë në zjarr mesatar diku për afërsisht 20 minuta. Tani në një tenxhere do të shtojmë 1 lugë gjelle me gjallë dhe presim derisa gjalpi të shkrihet. Për recetën e këtij pilafi do të përdorim 2 gota me oriz, gotën që po e përdorun është 200 ml. Tani tek gjalpi i shkrirë e shtojmë orizin, cilin e kemi larë mirë me ujë. E fërkojmë për 2-3 minuta në zjarr mesatar, por mos i skuqni, që t'ju mbetet ngjyra e pilafit sa më e bardhë. Pasi sigurohemi që është fërguar mirë orizi, vazhdojmë që brenda ta shtojmë ujin. Ujë do të shtojmë 3 gota nga 250 ml. Mos harroni të shtoni edhe krypën sipas shijave. Përzijeni mirë edhe një herë. Mbulojeni me kapak dhe vazhdoni që ta zijeni në zjarr të ulët, diku për afërsisht 20 minuta. Dhe ajo që shkon më shumti me këtë menü janë filetat e pulës. Në total, unë po përgatis 6 filet e pule, të cilat i kam prerë pak më hollë dhe do të vazhdoj që ti marinoj, por ju mund ta përshtatni recetën sipas nevojës së juaj. Tani këtu kam bërë një përzierje miks të erëzave, erëza të përziera, kryp, hudër në pluhur, rozmarin, piper të kuq dhe me këtë do të vazhdoj që ti marinoj filetat e pulës. Tani në vaj në ndjekur mirë, i shtojmë dhe i fërgojmë filetat e pulës. I skuqim për disa minuta në të dy anët, derisa të sigurohemi që filetat e pulës kanë marrë ngjyrë të bukur nga njëra anë. Tani që filetat e pulës janë fërguar, i largojmë nga tigani. Tani në tiganin e njëjtë me aq yndyrë sa ka mbetur, shtojmë gjysmë qepe të bërë në rinde. E skuqim tani vetëm qepën për disa minuta derisa të zbutet dhe të karamelizohet. Tani tek qepa e fërguar shtojmë 350 ml krem pana ose hoplla. Vazhdojmë tani brenda të shtojmë 2 lugë gjelle salcë kosi, pavllak, ajk ose shmand. Shtojmë edhe 100 ml me ujë. Shtoni kryp sipas shijes. I rikthejmë tani brenda filetat e pulës. I rikthejmë tani në zjerje, në zjarr mesatar, vetëm për 5 deri në 7 minuta tjera. Dhe pas dikon 20 minutave në zjerje, çorba është gati tani, gjithçka që duhet bëjmë është që ta bluajmë me blender.
Vazhdojmë që ta bluajmë me blender për disa sekonda. Dhe të dashur miq, dreka është gati. Në më pak se 30 minuta, 3 receta plot shije dhe ekonomike. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju, do t'i shijoni dhe do t'ngjellni të kënaqur edhe nga shija e këtyre recetave. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.